Selamu alaikum, hoxha Allah është për bleft. E kemi një pyetje që na ka ardhur, ku pyetja thotë: Selamu alaikum për hoxhën tonë të nderuar. Cila është pesha dhe vlera e agjerimit në ditën e gjykimit? A do të jetë agjerimi ndërmjetësues për robërit e Allahut në ditën e gjykimit? Allahu të shpërblet. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, cili është i sakt: as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi. Kur'ani edhe agjerimi kanë me dëshmua për robin ditën e kiametit. Yaqulu as-saim, yaqulu as-siyam, ka me thonë agjerimi: ej Rab, o Zoti jam, unë e kom nalë këtë person prej ushqimit edhe prej pijes ditën, kurse Kur'ani ka me thonë: o Zot, unë e kom pengua këtë person me flet natën. Falja ndërmjetëso në lejo neve më ndërmjetësue edhe falja gjunohat këtina, dhe Allah subhanahu wa taala i pranon ndërmjetësimin edhe i falin gjunohat. Kjo çështje i përmbledh disa rregulla. Rregulli i parë që kanë përmend dietarët në komentin e këtij hadithi: agjerimi edhe Kur'ani ndërmjetësojnë ditën e kiametit. Sevapi i agjerimit edhe sevapi i leximit të Kur'anit ndërmjetësojnë për robin ditën e kiametit. Në Kur'an Allah subhanahu wa taala ka përmend që ka ndërmjetësim në ditën e kiametit, por ndërmjetësimi ka disa kushte të cilat vetë Allah subhanahu wa taala e ka vendosur. Prej kushteve që i ka vendosur Allah subhanahu wa taala për ndërmjetësimin është Allah subhanahu wa taala më kon i kënaqur me atë i cili ndërmjetëson. Dhe më kon i kënaqur Allah subhanahu wa taala me atë për të cilin ndërmjetësohet. Dhe kushti i tretë, me dhënë leje Allah subhanahu wa taala për ndërmjetësim. Pra ndërmjetësimi ekziston në ditën e kiametit, por nuk ka ndërmjetësim përveç se me tekst. Dhe kërkush nuk mundet me thonë ndërmjetëson filoni kjo, nëse për qatë ndërmjetësim nuk ka tekst në Kur'an ose në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ose në ixhman e sahabëve. Për shkak se çdo grupe të devijuara për sufive të tjerëve e kanë hap vetë këndojnë ata e bojnë që ndërmjetëson ditën e kiametit edhe shkojnë kamas pastaj lutën na për vorrën, na për se këta ndërmjetësojnë. Kërkush nuk ndërmjetëson nëse nuk ka tekst. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa taala që ka përmend Kur'an ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka përmend hadith. Aja që ka përmend Allah subhanahu wa taala në Kur'an e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në hadith që ndërmjetësojnë, ata ndërmjetësojnë. Dhe për ndërmjetësim, pa dhënë leje Allah subhanahu wa taala, s'mundet me ndërmjetësu kërkush. Pasi që ti jep leje, kjo është kushti i parë, me dhënë leje Allah, pastaj me mujt me ndërmjetësu dikush. Kushti i dytë, pasi ti jep leje Allah subhanahu wa taala, Allah do të më koni kënaqur me atë që ndërmjetëson. Kush jetë që ndërmjetëson? Ndërmjetësojnë me lajket, po, Allah është i kënaqur me lajket. Ndërmjetësojnë pejgambert, po, Allah subhanahu wa taala është i kënaqur me pejgambert. Ndërmjetësojnë shahidat, po, se Allah subhanahu wa taala është i kënaqur me shahidat. Ndërmjetësojnë fëmijët që ka në hadith për prindrit e vet, se Allah subhanahu wa taala është i kënaqur me ta. Ndërmjetëson agjërimi, se Allah subhanahu wa taala është i kënaqur me agjërimin dhe ka tekst për to, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndërmjetëson Kur'ani, do të thonë ndërmjetëson agjërimi, komentatorët e hadithit kanë thonë ndërmjetëson sevapi e agjërimit. Ndërmjetëson Kur'ani, ndërmjetëson sevapi e atij që ka lexuar Kur'an.
Dhe agjërimi i thotë Allahu subhanahu se për me ndërmjetësu do të me pas një farë argumenti. Çfarë argumenti ka shahidi që ndërmjetëson? Ka argument që ka thënë jetën e vet rrugën e Allahut. Çfarë argumenti kanë pejgamberët që ndërmjetësojnë? Se janë dashurit e Allahut zgjedhurit. Çfarë argumenti kanë melekët se kanë bërë gjithë jetën ibadet, s'kanë bërë gjuna kurrë? Çfarë argumenti kanë fëmijët për shkak se s'kanë bërë gjuna kurrë? Çfarë argumenti ka agjërimi? Agjërimi e përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i thotë Allahu Allah, unë më bë sebeb kë s'ka mujt me hangër as me pi gjithë ditën. Qëtu e ka arsyen pse agjërimi ndërmjetëson ditën e Kiametit. Cila është vlera e agjërimit në ditën e Kiametit, përveç të tjerave. Për shkak se agjërimi çesh ka vlera në ditën e Kiametit që nuk e di kërkosh me i shpjeguar. S'ka mundësi. Nëse Allah subhanahu wa taala ka thënë në Kur'an, kom i shpërblyja agjëruesit bi ghairi hisab, pa se di kërkosh so, pa hesab, pa llogari, pa shifër, pa numër. Cila vlera e agjërimit, s'di me të kallëzu kërkosh. Për shkak se është tepër e madhe, s'ka mundësi me e ditë kërkosh për njerëzve, veç Allah subhanahu wa taala din që shka me shpërbly robën e vetë që ka agjëru. Por prej vlerave të agjërimit që ka me përfituar robin ditën e Kiametit është se agjërimi i thëtë Allah, unë e kom pengua këto mos me hangër dhe mos me pi gjithë ditën. Tash për shkak se kjo ka bo një veprim, ka drejt me pas me ndërmjetësue që kjo veprim për te. Dhe Allah subhanahu wa taala është i kënaqur me veprimin, edhe është i kënaqur me atë i cili ka agjëru. Se nuk do të më ngatruar senet kanera, ai për veti më kon çafer këtë asik ta shkoj lutën aty, ta lutmi Allahun mos me çon xhenet. Allah i lutu 40 herë se kur kot hiç sen këto s'ka hiç, se Allah do më kon i kënaqur me atë që ndërmjetëson edhe me atë për të cilin ndërmjetësohet. A është i kënaqur Allah me agjëruesit? Po. Për shkak se ka argumente. A është i kënaqur Allah subhanahu wa taala me ata që lexojnë Kur'an? Po, se ka argumente. A është i kënaqur me agjërimin? Po. A është i kënaqur me leximin? Po, se ka argumente për të gjitha. Kurse Kur'ani, leximi i Kur'anit, sevapi i leximit të Kur'anit, i thotë Allah subhanahu wa taala, Allah unë e kam pengue njeriu me flet natën, s'u ka flet për të më lexu mu. Ditën s'ka mujt me hangër dhe me pi, për shkak se e ka pengua agjërimi, natën s'ka mujt me flet, në qëtë pjesë që s'ka flet, për shkak se ka lezu Kur'an, të e fal namazin e taravive, të lezu Kur'an përveç tjerave, përveç namazit edhe tjera. Pse s'ki mujt me flet që të 2 orë shka falmi në këtu, për shkak se i konë të nëzant me lezim të Kur'anit, si konë i nëzant me diçka tjetër. Ndërmjetëson të Allah subhanahu wa taala, njoni për shkak se e kalon ushqimin, tjetëri për shkak se e kalon gjumin të dyja këto që nefsi njerit, trupi njerit, e shpirti njerit ka qef. Thëmë me hangër me pi, ka qef. Edhe masanena me flet, ka qef. Bashkë që ato që ka qef njeriu, i kalon për hirtë Allah subhanahu wa taala dhe për këta, ka me fitu në ndërmjetësim ditën e Kiametit, dhe Allah subhanahu wa taala ka me e pranua ndërmjetësimin. Kur e pranon Allah subhanahu wa taala ndërmjetësimin, pastaj ja fal atij gjunatës se i arrit shpërblimin ose gradat e shpërblimit në xhennet. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.